Jemi në ditën e festës së Kurban Bajramit, e cila karakterizohet me thirrjen e kurbanit dhe haxhit. Për rëndësinë e kësaj dite për besimtarët musliman, mënyrën e thirrjes së kurbanit dhe manifestimin e solidaritetit me rastin e kësaj feste, do flasim me Irfan Abazi, i cili ka shërbyer me vite në imam në xhamin Miraxhi në Haraqin, ndërsa nuk ka munguar edhe aktiviteti i tij në BFI dhe jetën fetare në përgjithësi. Zotri imam, përshëndetje dhe faleminderit që jeni pjesë e emisionit të mëngjesit Ritmi i ditës. Faleminderit edhe për juve, ju faleminderoj shumë që keni ardhur në vizitoni, po gjithashtu edhe stafin e programit në gjuhën shqipe, ku me të vërtet është për të gëzuar, sepse informojmë popullatën, muslimanët, në mënyrë direkte përmes mjeteve të cilët i keni, edhe unë i dëshiroj miseardhje në këtë Bejtullah, në këtë shtëpi të Zotit. Nëse mund të na flisni pak për vlerat e 10 ditëve të Dhul Hijrit. Hijrës. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Të ndershëm shikues, besimtare të programit në gjuhën shqipe, ju dëshiroj mirëseardhje në këtë fjalë të Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalamit. Pra kjo ditë madhështore argumentohet dhe është argumentuar me argumente të prera, siç është Kurani famullar, po gjithashtu edhe me argumente jo të prera me hadithe. Edhe në kështu në pika të shkurtëra dhe të mundohem të jem më i qartë për këtë ditë madhështore ku bota islame edhe na quhemi pjesë e kësaj bote islame, kemi manifestimin, gëzimin, por dihet se gëzimi bëhet pasi të bëjë njeri vepra, punë. Pra barabar këto punë që i kemi bërë dhe i bëjmë këta adhurime, pra Allahu Gjellëshanuhu e 10 ditë e Dhul Hijrës është dita, sot pra dita e gëzimit, sepse 9 ditë e kalume jemi munduar të afrohemi tek Allahu Gjellëshanuhu me lloj adhurime. Për atë Allahu Gjellëshanuhu ka bobije, është betu në suratul Fajr, në kaptinën e mëngjesit, ku Allahu thot wal fajri wa layalin ashr. Pasha ditën, mëngjesin, sabahun, Allahu ka drejta të ban bije, të betohet, në shka don aj, se të gjitha janë të tina. Kurse na nuk gozojmë të betohemi përveçse në madhnien e Allahu Gjellëshanu. Allahu betohet në qiet, Allahu betohet në diellin, në hanën, në natën, në ditën, pa morë parasysh se janë gjithë krijesa të tina. Kurse neve në porosit Allahu, kur të betohemi vetëm në madhnien e Allahu, duke thonën wallahi, billahi, tallahi. Qëto, me bë, me të, edhe me vë, kjo janë llojt, mënyrat e betimit që betohemi për ta bindën palën tjetër se jam në të drejtë. Pra Zoti ka thënë këto në wal fajri. Pasha 10 ditët, pasha sabahun e 10 ditëve të Dhul Hijrës, kjo kalendari sipas hijretit, 12 muaj, muaji i fundit, kur mas këtij mujit vjen viti i ri, pra muaji i parë Muharram është viti i ri, pasi të përfundon Dhul Hijja, pra fillon viti i ri i Islam. Pra Allahu Gjellëshanu betohet në këto dita. Dihet se njeri kur betohet me një sen,
pa marrë parasysh, për ta bind palën e tjetër se anë të drejt, pra betohet në diçka. Allahu kur betohet në këto dita, do me thonë se këto dita kanë peshë, kanë rëndësi, kanë vlerë të madhe, mu për ata edhe betohet Allahu Gjellëshanu. Shka janë këto dita? Këto dita janë pas mujit të shenjtë të Ramazanit, të vitit, tër vitit është 10 ditët e Dhul Hijjës, janë më të mëdhaja se qertë muj e qertë dita përveç se kush, përveç se Ramazanit. Pra Allahu Gjellëshanu, për çka pse a betuan në këto dita? Pra Zoti ka të drejta absolute se aja krijuesi i gjithësisë. Allahu Gjellëshanu këtë muj ose këto 10 ditët është betuar në këto 10 ditët sepse çdo vepër çka bëhet, a namaz, a xherim, a sadaka, apo marr parasysh, këto dita vlerën Rabbul Alemini ja rritën për sevapin, pagesa, çka është e ahiretit, e ka emrin sevap. Pra, jo difishohet, po edhe me shumë fish edhe fish, paguhet veprat e këtine 10 ditave. Për ata, në këto dita, pse e para numër 1 është vlera e këtine ditave, çka është? Është se është ditët e haxhit. 9 ditë janë ditët e haxhit, ku mbar botës, pa marrë parasysh, ngjyra, raca, gluha, vendi, pika është, pra krejt bota islame të bohën mbledhën për të manifestuar dhe demonstruar pra unitetin e muslimanëve. Ku nuk shiret haxhia sot çka janë në ato vende të shejta, ku kemi nderin dhe dini haxhi që kemi nga terrat e tona, vëllezër dhe motra, e lusmi Allahun Gjellëshanu që inshallah na kthehen me haxh të pranishëm. Inshallah Zotit mira ja shëndet atyre dhe na kthehen ashtu në siç dëshiron çdo familje t'i kthen baba, vllau, motra pa marrë parasysh se kush janë në vendet e shejta. Pra në atë vend të bohën krejt një qëllim e janë. I pari qëllim është uniteti. Kjo demonstron se muslimani nuk mund dhe nuk guzon të jetë i shkapardert, të jetë i përqam, po duhet me kanën unik. Simbolizon haxhi unitetin e muslimanëve pa marrë parasysh se shka fletë. Krejt ato miliona që janë të buën dhe kanë mu të buën, deri sot edhe deri 13 ditë të Bajramit, ku ma vërë dhe të japin një sqarim të shkurt, pra këtë kanë shku një qëllim, janë qëndrojnë një qëllim. Qëllimi shka? Qëllimi është se njeriu a krijesa me bukur Allahu Gjellëshanu. Mirë po kjo krijesë gjatë kohës, pra njeriu ndotët, përlongët. Në shka? Emrin e ka mëkat. Nëse është fizikisht, është baltë, është ujë, është diçka tjetër, edhe ata e menjanojnë me shka? Me lloj-lloj me ujna, me lloj-lloj detergjenta. Kurse njëllosja e shpirtit, se njerja me 2 komponente e njerë. Njëri është shpirt, njëri është fizik, trup. Trupi e ka hajën, pijen dhe shmathin e vetë. Pa edhe shpirti e ka hajën, pijen dhe shmathin e vetë. Mirë po, dallimi mes trupit edhe shpirtit ka shumë dallim. Se njeriu është me shpirt njeriu, nuk ka me trup. Trupi është vetëm një element çka demonstron forcën e Allahu Gjellëshanu përmes shpirtit. Qa ditë ku ndahet shpirti për trupit, komponent për komponentit, ne i thëmë shka e qënë vdekje. Pra Allahu Gjellëshanu njerin e ka kriju në formën më të bukur. Wala kad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Njerin e kemi krijuar në një formë më të bukur dhe më të mirë. Pra njeri kur është më i mirë, pra mrena kohës njeri ka anëmisht e tij. Shembull smuja është anëmik i shëndetit, kundërshtar i shëndetit. Varfësia
është kundërshtar i pasunisë. Padituria është kundërshtar i diturisë e kështu me radhë. Pra njeriu dëshiron gjatë jetës ti sa e ka dhënë Allahu xhaleshanu, dëshiron çdo herë mirë me pasën. Asnjëherë smujë mos kete, asnjëherë telashe mos kete, varfësi jo, pa detyri jo, këto gjëra i dëshiron njeriu. Këto ngjelin si dëshirë. Mirë po Allahu xhaleshanu thot nuk i e vetëm me trupin fizik njeriu. Pra i e me shpirt. Për ata një poet thot ja khadim el gjismi kem tes ali khidmeti, o shërbetor i trupit, sa po nëziton, sa po gutën, sa po ngaren, për të furnizuar që ke trupin shpijen e mirë, veturën e mirë, dëshmathjen e mirë, pijen e mirë, standardin e mirë, deri edhe po këshilin edhe ajli, sa ma bukur, sa ma nalt me kanën, pra po mundosh, akbil ala nefs, thot këtheu ka shpirti, jo vetëm ka trupi, po këtheu edhe ka shpirti, fe inneke bin nefsi insana, o leste bil gjismi insana, sepse ti je me shpirt njeriu, a nuk je me trup. Trupi është pidheut jeton, në dhe jeton, në shpinin e dheut kalon hecën, kalon jetën, dhe në fund edhe ka me hije në barkin e kujna dheut tokës. Për ata haxhilet të bohën, janë të buhen në të vene, ku sot dita e fundit parafërsisht, e kryerjes së farzit të ditë, edhe është qëndrimi në Arafat. Pra, sot haxhilet ngrehen kanë ardhën pranë, dhe më thonë kanë ardhën sot ditën e Bajramit, janë ngrejtën pi Arafatit, kanë ardhën në Muzdelife, kanë të buën guralecët, dhe kanë ardhën në Mine. Pra, e dita parë sot, ku me 7 guraleca e gjuajnë, ashtu të quajtur shejtani i madh. Shejtani është një, nuk mund me konë i madh i vogël, por këto në është një mënyrë alegorike, pra se shejtani i madh, shejtani i mesëm dhe shejtani i vogël. Shka kësha do me thonë, shka nuk kuptohet, pra, kur ka ardhen Ibrahim a.s. me birin e ti, Ismail a.s. Këtu Allahu Gjelleshanu ka urdhnuën sakrificë pra me bo, me therën, kurban, birin e ti. Dhe përmes ëndrës, i të tërbir, unë e pramë kam pa një ëndër, dhe në të ëndër ti e duke prej. Pra, djetarët, sot, më herët, edhe pastaj dhe të vinë, kanë bo polemika, mi po nisën duhet të dhije si cëlli, musliman dhe muslimane, i ditur i pa ditur, se ëndrat e pejgamberëve, profetëve, janë shpallje. Pra nuk janë ëndra thjeshta sikur tonët na shka i shohni. Pra ëndrat e pejgamberëve janë të vërteta, janë realitet, dhe e shef në ëndër me therën, me pre, birin e tina me bo sakrificë, kurban. Fjala kurban do të thotë afrim tek Allahu Gjelleshanu, përmes namazit, përmes agjerimit, përmes sadakajës, përmes lloj ibadete kemi, por përmes këtine ibadete dhe adhurimeve, kemi adhurime me gojë, duke falendëruar Allahun, duke përmend Zotin, la ilaha illallah, subhanallah, kështu me radhë. Pra, kur ka ardhur ajo ëndër dhe ti tregon birit ti se kështu e kanë pa ëndrën, ja shqyqoni se si është vëllezër dhe motra besimtar, çka është besimi? Besimi është i pa luhatër, jo besim më të zahza i thëni luhatër, në sabah besimtar, në drejk pak, në këshon pak, halama pak, varë si pas vendit edhe besimi. Ki nuk ka besim, ki a besim i luhatër, pra besim i thukt, ma spari mirët si bazë. Kër e ka quen gjallin, foshnjen, e vogël Ismailin, me nanën, me bashortën Ibrahim a.s. prej Jerusalemit, Kudusit, e ka quen në vendet e shenjta në Mekë. S'ka pasën as ujë, as pemë, as elemente nuk ka pas të jetës. E thot, oj bashorte, kam lanë që të dhe të lanë tije me foshnje.
ka nejtë 2 ditë, 3 ditë dhe i kalon ushqim, haje, pije, dhe hajtë për 1 muj, hajtë për 2 muj. Aja sosën, kur ka ardhur po para se të sosët, para se të kthejë shpinën, nuk e kthejnë krijet kush, Ibrahim a.s. me shqyquen djalin birin e tij dhe bashortën. Për shka? Pse ju ka dhimbtën. Pasuria është pjesë e njerësës njeriut. E vladi, fëmija, pa marrë parasysh gjinia, është pjesë e gjakut nënës edhe babës. Për ata është më afër se fëmijën, nëna e baba sakrifikon për fëmijën. A fëmija kur në janë nuk sakrifikon për ka? Për prindin. Për ata, kur i la shka i tha, o Ibrahim, e Allahu emërak, Allahu të urënoj me në lanë që kitë vend, pa uj, pa haje, pa pije, sahar, as kur gjo, apo se ti vetëm me shukat të lashën me gruën e tjetër, a zëtizarën që pat probleme, aja është histori e gatë, a vetëm për që ata, jo tha i gruë, Allahu më ka urdhnu. Tha urdhnu, tha shko rahat, ndihmot prift e mira, gjatë rrugës udhëtimit, se Allahu nuk ka më na humbën neve, pasi ajna ka marrë në bikëshirje. Që jo kjo besimi, grua, por jo e luhatur, burri të u dhe marë, edhe vetë qëndron me fëmijën, sosët uji, par her uji sosët, edhe që kjo ku me gjithë uji, në shkretin sahar, edhe shë pite veni i qabës, ku atash, e që kjo në aje di kodrinat vogleja, njëna e ka një safa, njëna e ka mërve. Tash njeri shka mungon, qatë e parafikën. Ju mungoj ke uji, tash kodra, i duke se është uji, dini kur i bje, kur i shqyqen shkon të kodra, s'ka uji, guri, e shqyqen 400 metre largësi, që të kodrë mërve, të të qadje ka në uji, kështu me një fjallë, 7 herë shkoj edhe erdi, Hazreti Haxherja, për shka ta shpëton fëmijën e vetë, t'i jape ujë. Mirë po, 7 herë, që kjo fuqia e Zotit, kur i e me Allahun i lidh, shumë letë është. Po kur i e i luhatur, a thua bot as bot, a më mërmenja as më mërmenja. Shumë gjona ka njeri ju në vetë vetijun, se a mërmenja. Thash, unë e kam mend. A më mërmenja mu se kam mend. Që më nuk e shofu në mendën. Mirë po, shenjët e mendës, unë i shofu. Edhe këto argumentona se qka, unë e kam mend, nuk jam i që mend. Pra njeri ju, shumë gjona nuk shef, frimën nuk e shef. Plot ka, shamos, kripën e hanë, si janë kripa, a mund me dite? Jo. Shekirin e përdorën, si janë shekiri, a i bardh është, a mos si e ka të mërënsinë në shekiri, se di. Pra nuk i shofmi, për ata, Allahu Gjellëshanu, për mes kësaj në bindjen e fort që e pat kjo grue, me vladin e vetë, me birin e saj, kur erdhi 7 herë, u lodh, shko 400 sa kilometra po bon, u lodh edhe grue, edhe ma në fund, ju dërzu prapë Allah, thot o Zot, e pe e bohën që neve me vdekën, me dhonë jetë, në këtë vend, në këtë shkretin, pa uje, pa buke, pa kur gjo, aja është dëshira jote edhe unë jam e kënaqur me ulmin e tanë, me vendëshmërinë e tanë o Zot. Kur më rrinë, e shep të kam të gjarët Ismailit, buron burimi që e ka emni Zemzem. Uj shka është në botë, lamqën e tokës, ruzën e tokësor me ecën, nuk ka uj sukura i uj shka është. Për ata, kur vjen e shef, se ka marrë tremë se s'ka uj, edhe fillon, i thot Zemzemi, i hap kratë edhe zallin e mledhu të bohu dhe mos hik o uj, mos hik, kështu ne i ka met edhe emni, ati bunari, ati burimi, Zemzem. Pra kështu në Haxhilet, në këtë dita, sot, nesër, deri mas nesër, pra 3 ditë Bajramit, ku edhe merë përfundojnë me farzët, me vajibët, me obligimet të cilët i ka kërkuan Rabbul Alemini. Pra mrena këtine ditave, pra edhe ferin kurbana.
kurbani është simbol Ibrahim a.s. Allahu kur i tha përmes ëndër me e pre, e mur e qoj 5 kilometra i ka pi Qabës. E qoj Ibrahim a.s. për shka? Jashta larkë sive njerëzve, edhe piskeqi që i ka ardhën shumë keqi, si bëhet baba që anë e thikën e vladit, mi për kur është më pi që imperativi, urdhni Allahut, ati nuk ka e vlad, nuk ka sen. Pra urdhni Allahut duhet me shu në vend. Kur e qonë atina, i thëtër birë, Allahu ka urdhnu të i me të pre, kur ban me të bo. Shka i tha gjali? Pra gruja, besimtare. Burri baba, besimtar. Gjali, shka dhe për ati baba se nane? Për besimtara. Pra, kur i tha kështune, tha o bab, fëm dhe bima amara ka Allah, vazhdo rrugën të cilën ka porositë Rabbul Alemini. Se une nuk e kam dert as gajle, fare, se kam dert se ti më banë mu më therën se kja është mëjnë madhë se une, madhënia Allahu Gjeleshanu, dhe urdhni tina të shkojë në vend. Shqo Zoti Gjeleshanu, madhënia Zotit, ne për me përfituan të mira se vape, ka lënë shumë rrugë. Për këtine rrugëve pra që të 10 dita, se që të 9 dita që janë kanën të mujt Dhul-Hijja, edhe të ditë sot për e Bajramit, pra atë 9 dita kush ka bë ibadet Zotit, a na file, a pa mor parasysh, a ka gjeruana, çdo adhurim, çdo lloj ibadeti që ka bën, me shumë fisha Zotit Gjeleshanu, pra 10 ditë sot, thermi edhe kurbana, pra qaj kurbani, ne e thermi një kurban një dele, ose një kafshë të madhe për 7 veta, pra e thermi që ata, por rolin e ka sa një evlad me sakrifiku për Allah, qaq e ka vlerën, qaj therja e qëti kurbani. Për ata, Allahu Gjeleshanu, inshallah, çdo haxhije që ka shku në të vendet e shejta, Zoti ja pranoft, adhurimet që i kanë bëhen, pra vjen ajo kurbani, na në vendet tona, në trevat tona, pra edhe na sot simbolizojmë spaku, mundohemi të arrim atë qëllimi që ka pas, që ka rritën Ibrahim a.s. Por na jesu kur aj, po edhe na mundohemi, inshallah Zoti Gjeleshanu na i pranon. Pra thermi kurbana, si cëllë njerë, që ka mundësi, materialisht, se këto është pitje, materiali, a shka nuk ka, Allah nuk ja lipën, por a shka nuk ka, se ka lip Zoti, edhe e detiron vetën, e angazhon vetën, ka këtë një mesele kam qef të seki, të din, shqyquz, lezit, motrat, se a shka nuk e ka obligim. Kush e ka obligim? Këtë standardin e lipën feja islame. Për standardit, dita Bajrami sot, pra gje pregaditja, hazërlëki, ushqimi, veshmadhja, këtë, edhe jashtë asajla të keshe një pasuri e cila mund të ablesh një kurban edhe qesin dhe një dinar, për asajla qaj e ka për bosh me pre. Tash në ditët e sotin ndigjojmë se dikush në thot 5 antar, 7 antar, prej një kurban, një djela, një dasha, pa mor parasysh, prej një kafsh, edhe për 7 vetët, kjo nuk është reale, nuk është islame, s'ka lidhje me islamin kjo, këto janë vetëm se njerëz të cilët nuk kanë kurriz, folin që ka mujnë, po islami ka rregulla, ka norma, ka parime, dhe mbi këto parimet nëse shkojmë, na jemi atëherë shumë më mirë. Por deri sa shkojmë, si cëlli shka na thot, banë për një, dikush ka thonë edhe pak, bile vetë gjak në të bëhet, në derdhe. Po mirë atëherë një gjele e blejmë, 2.000 dinar shembol, edhe thermi, për këtë familjen, u bo kurbani, a kurban, me vetë qatë që ka thot nuk ka. E pa atëherë, nëse nuk ka, edhe aj nuk ka. Për atë kurbanit kemi kujdes, vëllezër dhe motra, kush për atë kurban, a shka ka mundësi vetë me e prej, me e therën, me dorën e vetë, mundet. A shka nuk ka mundësi, atëherë mundet zavendësim që tërkani me ja therën kurbanin. Po son ditët e sot e gjemi dëshmitar, shoqata kanë dalën, plotë bashkia islame, po, si cëlli shka i pteket, thot hajde të une, faktikisht edhe një lloj komercialimi, zimi a boni i kurbanave, po ashtu une mendoj,
nëse gaboj, unë kam gaboj si individ, a kurbani është afrim të Allahu, ibadeta, adhurim, mos luje dikush me adhurimin e Allahut xhalleshanu, se nuk është punë e dashëm dhe punë e mirë. Për ata, kurbani, kur të therët, pasi të prehet, shpërndarja, pikat shkurta, shpërndarja e kurbanit ndahet në 3 pjesë. Në 3 pjesë. Pra qatë kurbani dele, shemë, që e dele, ndahet 15 kg, shemë, i ka. 5 kg, 5 kg, 5 kg, në 3 vende, ka 5 kg, edhe tash që të 5 kg, ka 5 kg, për piket pjesëve të deles, duhet minu në të vene. Jo fukarajës e qonë falni se britja qonë, e qonë diçka ma dopë qka është mishi, e kurse për dhejti, e ndalë se për një të afrëm që e kije të afrëm, e qonë atë pjesën shka me mirë, pra për këtë pjesëve trupit, duhet minu të asti kurbanit, minuën në 3 vene, ka 5 kg shemëll, një pjesë mund është me nalë 5 kg për vetin, shpjene vetë me familjen, një pjesë familjes tina, pa më parasysh, a ka borgë, a se ka borgë, a ka, a s'ka, nështë kete, nështë mos kete. Dhe pjesën e tretë, që ka tjesë 5 kg, ato i qënë malarë ka janë edhe që kanë nevoj, e kështu në ndahat në pikat të shkurta, pra kurbani, inshallah Zoti jo pranon të gjithve shka therin kurban. Pra mrena këtine ditëve pigje, pi ditën e Arifës, janë dhe tekbira, i thënë tekbiru të shrik. Shka janë tekbiru të shrik? Kure ka mor Ibrahim a.s. birin e ti Ismailin, me që të vendi ku duhet me therën, pra ka heken tekbir, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu Akbar, wa lillahi l'hamd. Pas gjdo namazit, farz, grua burë, pra masi ta falish farzin, që ki tekbirin teri 4 dit, 23 vakte, duhet mi thonë gjdo individ, gjdo person që e falë namazin, e ka vajgjib. Nëse harron, eventualisht, e harron, mrena qatin e ditve, nëse imteket i përkujtohet, se filan vaktin i qinijesa, se kanë thonë që qatë tekbirin, e ban kaza, kompenzim e ban, a si të kalojnë ditët e 23 vakte, a hini 24, pra, atëhere bimë të tekbiret, aj, shka nuk e ka bën një tekbir, aj ma përgjërsi të Allahu Gjelleshanu, atë i Zotë e din. Pra, edhe tekbiret, mos t'i harrojmë këtë dita deri në ditën e 4 pive, 23 vakte. Gje Arife, 3 dit, 4 dit, 4 dit një qeni, marim fund tekbiret të shrikit. Pra këto janë disa gjana të cilët janë më elementare, po ku është fjala të tekbiret, Ibrahim a.s. të equ gjallin që ki tekbirin, pi që ti ka metën, edhe i ka dalë më pari, pra e cekën pak në fillin, po më duket shetani madhë, shetani mesëm, shetani vogël. Dikush me ndonë se shetani e në 3 forma, shetani e shetan. Nash në krije kështë të thonë, nash fun, njajta, shetan është. Mirë po, këto në simbolizon Hazreti Ibrahimin, bashortën Hazreti Haxherën, edhe birin e sajna, tine Ismaili. Pra i ka dal Ibrahim a.s. shetani në venin e gjujtër Mina, 5 km për Qabësa, që atë i ka dalën dhe i ka thonë Ibrahim, aja andra une jam konën që tije se shetani para fitirohet, nanë, babë, ndaj, ku të doje, qish doje, atë njëri i Zotë ja ka dhonë në atë drejtë. Pra thëtë, unë jam konë, mirë, po pasi është andra e pejgamberëve, është vahi, shpallje, pra atëherë nuk mundet me konën ajo andër, Ibrahim a.s. me ka ditën, dhe ka marën me 7 gur ka të gjujtën shetani, me 7 gur. Kur ven përzditi, ven të kush, të Ismail të Hazreti Haxherja. Edhe sa i ka thonën, e di burriot, bashortë jot, ku e qonë birin, e qonë me therën, kurban me banë. A budallë i e si e fëmijën tanë e ki barë të kështu,
si shejtani mo, edhe aje ka marrë ka gjujt me 7 gur, guraleca i thë, dvogli, dhe për streti i ka dal Ismail a.s. Edhe aje ka gjujt me 7 gur, për ata sot parën dit, këtë ditë fest, ditën e Bajramit, pra me 7 gur haqilert i gjujnë më një simbolike, sukur Ibrahim a.s. që ka gjujt shejtanin, që ashtu konsiderohet çdo haxhi dhe haxhike që e gjun shejtani bismillah Allahu akbar, bismillah Allahu akbar, pra sukur se në atë kohë kur e ka rre Ibrahim a.s. që ashtu konsiderohet, kurse ditët nesër dhe mas nesër, i qesin 3 vene, ka 7 guralece, 21, edhe 13 ditë 21, dhe mbaron pra gjueqja e guralecve, duke rraf shejtanin mallkum. Shejtani thot ditë më të vështirë, ditë më të ranë, ditë më të zezë. Shejtani, kur e ka ditën e Arifës, gje. Pra gje, haxhilet duke qëndruar në Arafat, kanë ardhen bagashin ngarkum me mëkate, me gjunahe, dhe agje ju kanë drejtu Rabbul Aleminit për s'afime. Allah ku t'ali pisha. Mirë po ka shkuar me 1000 kilometra, janë të bu në atë vend, dhe këtë një derte dhe një grajle duke thonën, ja Rab, unë kam ardhen me mëkate, kam ardhen ngarkum bagashin, me shumë të liga të këshia, o Zot, trokitin derën tane se të i e falës, kërkoj falin e tane, thot shejtani 60 vetë, ka haxhi 80 vetë, ka haxhi ke 50 vetë, marësish që që ka moshën, shejtani e di shka thot, pra gjesha ka thonë, ju ka thonë, unë e mashtrova 60 vetë, ka une, erdhi, edhe ki erdhi për një ditë, ma gjeje këtë mundin e 60 viteve. Inshallah, Zoti i pranon atyre, edhe neve, ibadetet, adhurimet tona, dhe është Zoti Gjeleshanu, çdo adhurim, çdo ibadet, Allah i mëna i pranu nasib dhe të mund shvena i baft. A ka ndryshuar mënyra e festimit të kurbanit ndër vite? Pra ja, me të vërtet se ka ndryshime, gjithmonë ka pas ndryshime, por rrënjësisht nuk ka ndryshime, se s'mund me pasën, se nëse rrënjësisht bëjmë ndryshime në këtë ditë feste, atëherë nëse kemi arritën, i kemi gjegën 9 ditët e para, Dhul-Hijjës, që kemi bëj ibadete, faktikisht na atëherë nuk është e drejt, na me gjegën ato të mira, që kemi ndërtuën, me prishën se shpijen ndres që prish, i thuj një fjalë, kur njëherë shpijen nuk bëhat. Pra na mundohemi të ndreshmi atë që të ndreshmi, mos të aprishmi. Pra mënyra festimit, normal se ka ndryshime, shka api ndryshimeve ma shka më tangon mu si person, më tangon se sot shumë pak shofmi, të hecen, të bajten njerës në për familje, të shkuen, të vizituen smurët, të vizituen pleqët, që s'mund të hecin, të hije të dalen, që kjo mungon, nuk ka sukur që a konën për para, pra sot që kjo ka fëmija, elhamdulillah fëmija, mujnë me thonë se kanë qef, kanë vina për shpia, e lipin sheqera, ju apim normal, aja këtë normale, pa edhe ato të gëzohen sa ato nuk e din sukur na, lera, rëndësia këtine 10 diteve, dhe me thonë 9 diteve dhe 10 gëzimi, por për mes që atine, edhe neve për para na kanë mësuan, s'kish mina sukur sot, elhamdulillah sot janë këtë mirët, neve një amërzim në ndreshin nanët tona, plakët tona, hava dhe dishka në ndreshin një amërzim, se ashtë sot ditë Bajrami, gëzim ashtë, në dajshin, në ipshin, pra për gjësi, elhamdulillah, me thonë se ashtë amë ndryshime, ka një kashore, që e shka mungon hilja dalja dhe falja e gabimeve, një qetin, se jemi njerës, arë pa barë nuk ka, njerë pa gabim nuk ka, pra që të gabimet, mos mi majtën dherët më shel, një qetin vla me vla, kushri me kushri, një me daje, kështu me radhë, pra raportet nuk i kemi, suke i kemi pasën, ma herët. Që kjo një ndallim, shumë a preks që kjo është, ndallimi shka shumë preks. Çfarë mesazh që do t'i dërgonit besimtarëve musliman në ditën e kësaj feste të Kurban Bajramit?
Pra mesazhi jon është në këtë ditë t'i lam atë që e cekëm pak për para, thanë e thashët, se shejtani atë dëshire ka në shef neve të përqam, në shef neve të idhnum, të mos him mos dalmi, në shef neve me xhelozi një një tjetrit, ku është nivel xhelozia sot, nivel është marrja e përgojimit një një tjetrit, veçantit e gratë. Pra, qëto gjana janë të cilët na tangojnë tepër dhe janë smuje, viruse të cilët janë me të vërtetë mund t'i quajmë edhe disa edhe epidemi. Atë që është me rëndësi të kthehemi, të zgatmi dorën e një një tjetrit dhe të falmi, se Allahu xhelle shanu më shumë shka i do falsit, se vetë është fals. Falja më e leta punë në dynjat është falja, a më e rënda në dynjë është falja. Se tëri me artë e falja, duhet me vite kemi në familje, nuk him, nuk dalin, janë idhnu për një qeshje të vogël, për një qeshje individuale, për një kufi, ku e di shka unë. Pra, ato thënë e thasha, duhet me ilan mesazhi im është të kthehemi, të zgatmi dorën e pajtimi, se atë jo ditë mu për që gjata. E nuk ka për idhnim, unë po festoj Bajramin, a nuk him, nuk dal me vllahun. Po festoj Bajramin sot, nuk kam shkuar të plaku, të plaka, të dikush që ta vizitoj. Pra, idhnimi, kjo është për mu mesazhi më i madh, më kryesor, zgatja e dorës së pajtimit një një tjetrit. Sa vite konkretisht keni shërbyer si imam në Haraqin dhe nëse mund të na flisni pak në pika të shkurtra për punën tuaj si imam? Bismillah, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pra unë si imam në fshatin Haraqin jam përsuar në vitin 1980, muajin e ditë, në të parin e ditit, të dishës, si imam, vajz, muallim, e kështu me radhë, në fshatin Haraqin, kam shërber afër 33 viteve, ku edhe jam penzionu nga kjo xhami, e cila është xhamia qendrore. Pra aktivitetet e mia, çka i kam bën për hir të Allahut, dhe nuk ka nevoj, unë nuk i ceki, se shka kam bote, kam bon dhe të folin veprat, e kur folin veprat mu marrojt jefi ma shumë, jam ma i knaqur, se unë të thëmë se kam bot qikit, ose kam bot qatë. Pra jemi munduar si pas musive tona, si pas aftësive tona, që të shërbejmë kësaj populate, qëto vite, dhe kemi shërbejnë, elhamdulillah Zotit, kemi kri detyren tonë, ashtu profesionalisht, sa kam ditën, sa kam mundën, edhe më tepër edhe Allahu nuk lipën pi meje, as pi kërkujna, sa s'mund ta banë, ose ta realizon. Pra këtu në Haraqin, kemi 5 xhamia, qendrorja, ku kam shërbi unë ati 33 vite, kështu në merat, kurse kemi edhe 4 xhamia tjera, të cilët ekzistojnë, funksionojnë, punojnë, kanë imam, kanë kadi imama, të 5 xhamiat janë në frim islame, dhe kështu si pas rregullave islame veprojnë, punojnë, janë në aktivitet edhe hoxhallarët, dhe kështu në ki fshat seft e kjo xhami qendrorja, është themelu 1951. Do në thot teri 51, se ki fshat unë e quj fshat artificial, se nuk ka pas të në banor. Këto akanën fshati i di beglerve, Emin Begi dhe Mendu Begi. Kështu shka kemi informata gojore dhe ki fshat
s'ka pasën popullat muslimane, as krishtere, as kurni, por në rëna kohës kanë ngelen njerëzët edhe Maqedonas. Shqiptarë kanë fillu të vinë viteve 48, 9, pa më parasysh se di bashkë sakt, dhe një pi punëve të mëdhaja që e kanë bërë në atë kohë 51-shën, kanë themelu këtë xhamien e cila quhet Xhamia e Jeshilt, bile mas. Një da im ka qenën para meje imam, Ferhat Efendiu, Allah e pas më shiruen, pas taj unë në 1980 u emërova në njëtën xhami, Xhamien e Jeshilt, ku ajo xhami është e para që a themelut 51-shën. Ka ndru imam normal, dikush ka dekën e dikush ka lanë, ka shku për para, pi 51-shën, Araqina quhet pra fshat me një xhami. Pas një kohë, ndërtohet xhamia ditë, e cila është në fshatin që kanë ra pi Majancën, quhet xhamia e dëshmorëve bile. Tëne xhamia e Rezistenca, ma vonë Andresët, është me data s'pi majmen, ka si së dhe xhamia ka plakën e datës se kur ndërtuën, pastaj u ndërtuën xhamia Miraj, pastaj u ndërtuën edhe xhamia e Pest, Neda e ka emrin në fund të fshatit, dhe kështu fshati sot posedon 5 xhamia funksionale, jo vetë xhami form, po funksionale do të thotë falet 5 kohë namazi, pra imam kemi, fëmijët mësojnë në mektebet e xhamive, dhe kështu janë sot dhe në pasdite janë funksionale këto xhamia. Sa janë të përfshirë të rinjët në fenë islame në Haraqin? Pa ja, rinia, si rini, kemi mirë, një rini e kemi të mirë, po dihet se malë pa kranë thata nuk ka, edhe njerëz, vend banim, pa njerëz jo të mirë, gjithmonë ka pas, ka me pasën, por përgjithësi, mund të japmi notën se jemi pozitiv e nuk jemi negativ. A ka negativ, ku që ka negative, por kështu përgjithësi them se jenë të interesuar rinia, shembët gjumajët, vaktet, po këtu këtë në varët unë se e kuptoj, varët e uheksi. Nëse lokomotiva krija është e shëndosh dhe ditë të tërhek, besoj se mushën shumë shpejt. Po nëse nuk din, atëhere nuk ka faj kërkujnë a rinijës, pa është faj i atini që ka ju hekin. Kështu, muj me thonë se është mirë, alhamdulillah, jo sa duhet, po është mirë. Nderuar imam, faleminderit që ishi pjesë e emisionit të mëngjesit ritmi i ditës. Faleminderit edhe për juve, edhe për programit, edhe stafit juve. Ju falenderoj nga zemra që keni da kohë, që kështu në për afërmi të njoftohen popullata islame me një pjesë të vogël të aktivitetit të islamit në këtë treme. Assalamu alaikum.